ndahet nga jeta aktori I njohur shqiptar. Aktori dhe regjisori I teatrit Migjeni në Shkodër Edmond Mhilli është ndar nga jeta. Ikja e tij në moshën 79 vjeçare shënon një moment të trisht për kulturën dhe artin shkodran, duke lënë një boshllëk të madh në komunitetin artistik. Edmond Mhilli lindi në 23 gusht 1947 në Shkodër dhe përfundoi Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1970. Karriera e tij filloi si regjisor në Puk 1970-1974, ndërsa më pas për 15 vjet kontribuoi në estradën e Shkodrës, në Radio Shkodra dhe në Shtëpinë e Kulturës së Rrethit. Prej vitit 2003, ai ishte pjesë aktive e teatrit Migjeni. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.